Alesia Balliu, një nga figurat që bëri buj para zgjedhjeve të 11 majit pasi u la jashtë listës së Partisë Demokratike për qarkun e Elbasanit dhe kritikoi ashpër lidershipin e kësaj partie, tashmë ka bërë publik vendimin e saj për të kandiduar për postin e kryetares së Partisë Demokratike, duke shpallur një betejë të hapur ndaj lidershipit aktual dhe duke i kërkuar Sali Berishës që të largohet përfundimisht nga skena politike, edhe pse një vit më parë ajo mbronte liderin e partisë dhe kërkonte lirimin e tij nga masa e arrestit shtëpiak. Zoti Berisha është e shkuara, duhet ta pranoj këtë fakt, duhet të dalë në pension tani. Partia Demokratike ka nevojë për të rinj me vizion që e çojnë përpara, deklaroi Balliu në emisionin Dekalog. E pyetur nëse po jep një lajm për kandidaturën e saj, ajo e konfirmoi hapur, pa diskutim që po. Alesia Balliu, kandidate në garën për kryetare të Partisë Demokratike, kam vizionin e dur, nuk kam frikë nga sfidat, tha ajo. Balliu tha se është e vetëdijshme për vështirësitë dhe për faktin që do të ketë të gjithë strukturat e partisë kundër, por theksoi se mbështetja e saj nuk vjen nga forumet e mbyllura, por nga qytetarët, veçanërisht të rinj që kërkojnë ndryshim. Këto struktura, kryesisht të Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe grupit parlamentar që i ka vendosur Sali Berisha, nuk i do më populli, i ka skaduar koha politike. Ata mund të kenë mandat, por nuk shërbejnë për asgjë, u shpreh mëtej Balliu.